Përshëndetje, sot do t'ju tregoj një pjatel që mund t'a përdorni dhe mund t'a përgatitni në shtëpinë tuaj me mjetet që keni në shtëpi. Të gjitha mund t'i keni, kjo është e përgatitur tani dhe çfarë kemi. Ato që duhet të keni për përgatitjen e kësaj pjatelës të bollekut është kripa e trash, kanelë, kësile drusët të kanelës, të dafinë të freskët, ta gjesh të freskët, po edhe dafinë, çfarëdo dafinë të kesh, flet dafine. Duhet të kemi të paktën 6 flet dafine, o 3, o 6, o 9. Dhe i kemi thënë në video të tjera që do të thotë 3, 6, 9. Janë numrat e energjitë e bollekut dhe të universit. Në të njëjtën kohë, shikoni, unë kam sjell dhe këtë nga Dubai në këtë formë, nëse keni mund të vini një piramidë ose diçka tjetër. Unë si flutra me fat që jam dhe gjithmonë dhe gjëra të tjera, domethënë kam vënë dhe këtë flutrën. Gjithashtu kam dhe këto koqiljet që i kam marrë te Oqeani Atlantik, janë atje direkt që valët e detit ngrihen deri në 29 metra. Tani në udhëtimin e fundit që isha në Portugalinë me Spanjën, në kufi me Spanjën, Nazaret, e quajnë vendin atje. Dhe këto janë gurë, të cilët janë për të bërë ekuilibrin dhe balancimin. Dhe këto gurët të çmuar i përdor gjithashtu dhe kur bëj meditim, ngelen pak në fjalët sepse i përkthej fjalët edhe nga greqishtja, dhe mund ta përgatitesh këtë pjatel, merrni një pjatel të madhe, siç e keni, mund të hidhni lek të shkoqura, 6 flet dafin kam vënë unë, mund të vini 3, 6 ose 9, 6 kanela dhe monedha të prishura. Unë kam vënë dhe këta gurët për ekuilibër dhe për të trequr paratë. Gjithashtu, thash, kam vënë dhe këto koqilet që janë prej Oqeanit Atlantik, sepse kanë një energji shumë të madhe. Këtë pjatel mund ta bësh dhe unë e kam vënë, siç e shikoni, se derdha dhe kripën, kam dhe këto elefantët, kam në tavolina qendrore që kam këtu, dhe kam dhe gurët të tjerë që i kam sjell nga udhëtimet, nga Dubai, nga Tunisia, nga Arabia, kudo që kam vajtur, dhe gjithmonë i mbaj këtu. Përgatiteni këtë dhe bëni qëllimin e pjatelës që t'ju sjelli sa më tepër bollek në jetën tuaj. Dhe mund ta përgatitni tani me enën e re që kemi, dhe në të njëjtën kohë dhe në datën 15 prill. Në qoftë se nuk arrini ta bëni më parë, data 15 prill është një datë, sidomos po t'je peshku, akrepi dhe gaforja, je njeri me fat, dhe atë ditë thashë, shikoni të provoni fatin tuaj në ndonjë lloj fati, ose përgatitni këtë pjatelën për ta patur në shtëpi. Mirë është ta kemi përballë hyrjes të shtëpisë, të derës së shtëpisë, që të sjelli fat edhe bollek. Tash, dhe unë te shtëpia, se tani siç jam e shikoni, kam ngjyra jeshile, ka të bëjë me paratë dhe akoma dhe ujvara që kam vënë këtu përballë derës të hyrjes, do të thotë që të rrjedhin në rrjedhët të jenë paratë dhe bolleku. Këto nga mua sot, ju përshëndes dhe ju uroj një ditë të bukur, dhe mos harroni që muaji prill është një muaj shumë i fuqishëm, dhe ju që keni biznese mund të punoni me vete. Kushdo për më tepër sqarime, për më tepër terapi private, mund të më komunikoni në telefonat që kemi dhënë dhe do t'i gjini dhe këtu në video. Shpërndajeni këto video që të ndihmojmë dhe të tjerët,
Ju dua shumë dhe ju uroj bollek në jetën tuaj, shëndet dhe çfarëdo që dëshironi.